Kryeministri Edi Rama ka mbajtur fjalën e tij në Kongresin për nanoteknologjinë, duke cilësuar Shqipërinë si lider në Ballkan në fushën e shkencës dhe të teknologjisë. Rama tha se Shqipëria guxon dhe udhëheq, ndërsa solli në vëmendje ministrin e inteligjencës artificiale si pika kyç në rritjen dhe fuqizimin e inteligjencës artificiale në strukturën e shtetit. Besoj që gjendemi në një ag të ri për Shqipërinë si një kom që guxon të udhëheq e jo të ndjek në balë të shkencës e teknologjisë në këtë rajon. Më lejoni të them që duke krijuar një ministre të inteligjencës artificiale, ministre e parë në botë e inteligjencës artificiale, Shqipëria nuk po përqafon thjesht të ardhmen, por po përpiqet të bëj pjesën e saj për ta projektuar atë. Diella nuk është një lodër. S'mund të jetë më ndryshe se sa kaq. Përmes saj ne kemi shndërruar atë çfarë ka qenë domen i së mjekulltës në një algoritëm transparent për të shndërruar pushtetin e shtetit në pushtetin e shërbyesit. Në fakt jemi të bindur që herët më shumë se sa vonë do të jemi në gjendje që të ofrojmë përmes diellës një instrument të jashtëzakonshëm për t'i bërë tenderat publik të hapur, transparent e me integritet siç nuk është parë më parë. Siç e thash, Shqipëria është një vend që guxon dhe shfrytëzimi i inteligjencës artificiale është një shtyllë themelore e qeverisjes, jo thjesht një instrument, është pra përparësia jone kyçe. Dhe vizioni ynë kombëtar për Shqipërinë e 2030-s në Bashkimin Evropian, besoj është shumë i qartë, shumë qartësisht i rrënjosur në integritet, inovacion dhe udhëheqje shkencore. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij që mbajti në Kongresin Ndërkombëtar të Nanoteknologjisë theksoi se disa universitete shqiptare po hartojnë programe ndërdisiplinore për sistemet digjitale, inteligjencën artificiale dhe nanoshkencën. Sipas kreut të qeverisë, ky nuk është një luks, por një nevojë së tashmes.